është i regjistruar për bisedat që ka bërë me Mario Çelën, vllaun e Suel Çelës, në të cilin parashtrohen kushtet, ku merr përsipër arrestim në kundërshtarëve të bandës Çelan Elbasan në mënyrë që ajo të angazhohet në vëmëtari elektorale dhe të garantojë votat e premtuara. Taulant Balla është i regjistruar, por mbrohet nga Altin Troplini në dosjen Toyota Yaris, ku kërkon tërheqjen e aseteve të bandës Toyota Yaris, që ishin bandës Elbasanit bashkëbata, që ishin konfiskuar, rikëthimin e tyre tek policia në mënyrë që ai t'i vononte të nxirrte jashtë afateve ligjore. Janë që të gjitha këto në dokumenta zyrtare që unë i kam paraqitur shumë herë. Ndaj dhe Taulant Balla është një delinkuent ndër më kryesorët në politikën shqiptare sot pas Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Zoti Berisha, kam dy pyetje shumë shkurt. Pas avokatit popullit, një ngërç është krijuar edhe me komisionerin e ri për diskriminimin. Janë 14 kandidat, afati është deri në 12 vjet. Asnjë shqyrtim nga opozita, nga ne, Partia Demokratike, nuk do të ketë për asnjë kandidat dhe nuk ka më asnjë lloj bashkëpunimi me mazhorancën e drogës dhe të krimit. Kjo është përgjigjja ime. Dhe ky është absolutisht vullneti i antarëve të Partisë Demokratike. Ne nisim betejën tonë si rrugën e vetme për të rikthyer, për të patur një qeveri teknike dhe rikthyer votën. Kjo është e gjitha. Pyetja e dytë, ju sot marrni një foltore para kryeministrisë, aty prej një jave është vendosur Adriatik Lapaj. Tani sot ju do të bashkoheni, a do të zhvendoseni, si është plani? Tani, si që din ti, kjo foltorja para kryeministrisë ka filluar javë më parë. Adriatik Lapaj ka filluar një protest për cilin unë e përshëndes dhe e përgëzoj. E mbështes protestin e tij. Edhe aktin e tij, pa diskutim. Ai zotëri ka vendos të bëj maksimumin e asaj që mund të bëj dhe po bën. Kaq. Mund të them për te. Faleminderit.